Liçeni kryesor i Belçit ka shënuar rritje të ndjeshme të kuotës ujore dhe ka dalë nga shtrati, që prej ditës së djeshme janë hapur portat e shkarkimit për të menaxhuar prurjet e shtuara, ndërsa si pasojë e shkarkimit të digës së Trojasit, segmenti rrugor Belç-Trojas është aktualisht i bllokuar pasi rreshjet vijojnë. Për detaje do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Fatmir Popja. Po Fatmir. Ju përshëndesim nga Elbasani, ku harta e problematikave sot shkaktuar nga moti i keq ka përfshirë pothuajse të gjithë qarkun e Elbasanit, si në zonat urbane, po ashtu edhe në zonat kotrinore dhe malore. Situata më problematike gjatë mëngjesit sotëm është paraqitur në bashkinë e Belçit, ku si pasojë e mbushjes së liçenit që ndodhet post këtij qyteti, është hapur porta shkarkuese dhe si rezultat është përmbytur një pjesë e segmentit të rrugës që lidh qytetin e Belçit me Trojasin. Fatmirësisht, hapja në kohë e portës shkarkuese ka evituar përmbytjen e njësive tregtimit dhe të familjeve të cilat jetojnë përgjatë këtij segmenti rrugor. Kjo është një situatë e paprecedent pasi rreshjet kanë qenë jashtëzakonisht të tendura dhe është të mbushur gjithë baseni i këtij liçeni dhe vetëm hapja e portës shkarkuese ka evituar pasojat katastrofike. Ndërkohë, situatë mjaft e rënduar për shkak të motit të keq paraqitet në të gjitha bashkitë e këtij qarku, sidomos në zonat malore ku ka rreshje të bore trashëgimi të cilave ka vajtur mbi 10 deri në 15 cm në mjaft prej tyre dhe duke izoluar qarkullimin me automjete. Për këtë shkak, në disa prej shkollave varëse të zonave malore dhe në disa shkolla nëntëvjeçare nuk është zhvilluar mësimi, pasi personeli mësimor nuk ka mundur të shkojë pasi shumica e tyre udhtojnë nga zonat urbane drejt zonave rurale. Ndërkohë, mjaft prej akseve rrugore për shkak të rreshjeve të tendra të dëborës sot kanë qenë të bllokura dhe vazhdon të ketë intensitet të lartë të dëbore. Kështu, aksi rrugor që lidh qytetin e Elbasanit me Gjinërin e Zavalinën është mjaft i vështirë për të qarkulluar dhe në disa zona i pakalueshëm. Po kështu edhe segmenti rrugor që lidh gjithashtu qytetin e Elbasanit nëpërmjet qafkatës, rruga e vjetër është i pakalueshëm, gjithashtu edhe rruga drejt Funarit, Lapinot Malit, pra në bashkinë e Elbasanit. Ndërkohë, situatë problematike për shkak të dëborës është shfaqur edhe në segmentin rrugor që lidh Luniku në bashkinë e Librazhit me njësinë administrative Steplev dhe me Qarrishtën. Ndërkohë edhe Strava në bashkinë e Prinjesit sot ka qenë izoluar për shkak të dëborës. Ndërkohë përmbytje ka patur përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin në disa sipërfaqe toke bujqësore, po kështu edhe në bashkinë e Gramshit. Ndërkohë janë intensifikuar rreshjet e tendra të shiut, por edhe të dëborës në zonat malore. Ndërkohë, për sa i takon qarkullimit në të gjitha akset e rrugës kombëtare, vazhdon të jetë e njëjta situatë siç kanë vizituar gjatë ditëve të fundit për shkak të vështirësive që janë në disa akse ku punohet nga kompani për zgjerimin e korridorit 8. Kto janë disa të dhëna deri në mesditën e sotme për sa i takon situatës së krijuar nga rreshjet e tendra të shiut dhe të dëborës në të gjithë qarkun e Elbasanit. Faleminderit shumë Fatmir për gjitha informacionet që ndave me ne, edhe bashkë do të kemi komunikime të tjera në vijim në rast se ka dinamika të tjera.